Janë këto në gjëra në Bibël? Këto janë mbledhjet tuaja. Ja, mas andaj, kemi dhe burra. Në bashkime, normal. Ja, janë këto në Bibël? Struktura e kishës. Do ta dini se kreu I çdo njeriu është Mesia. Dhe kreu I gruas është burri. Në kontekstin e integritetit të martesës, kur dy kanë hyrë në beslidhjen e Mesia Jashuan dhe kanë ligjin si familje që po e nderojnë atin, në urdhrimet e atij ligjit, dhe kështu nuk mëkaton ajo familje, gëzon jetën e përjetshme, gëzon bekimet dhe hyn edhe në jetë, siç tha Mesia në Mateu 19, Luka 10. Dhe kreu I Mesia Jashua është Zoti Jahwe. Ka një grad autoriteti. Emri Zot është një titull. Dhe një emri Zot që është një titull ka prap të nivelin e autoritetit. Ati e ka më të madh, masandaj ka dhënë pak më poshtë të birit të tija, dhe masandaj e ushtroni birin ndaj engjëve dhe ndaj njeriut. Ne do ta ushtrojmë ndaj engjëve mbas ringjalljes, ata që kanë mbajtur urdhrimet e ligjit, besim tek Mesia Jashua. Zoti Jahwe, Mesia, burri, gruaja, fëmijët. Kjo është struktura që Ati Jahwe ka vendosur. Apostulli Shaul mësovi urdhrin kryesinë në kishën e vërtetë të Atit Jahwe, që nga krijimi, bazuar masandaj ndoshta në rebelim apo në nështrim, të autoriteteve të kishës që ishin pleq, ose masandaj ke aspektet që përbëjnë moralin apo dhe ecjen në turp apo në nder, dhe çfarë natyra mëson dhe për aspektet e veshjes që burrat nuk mbajnë flokë të gjata. Një grua që mbajnë flokë të shkurtra ka diçka që nuk shkon. Sepse është dhënë për lavdinë tënde, që të mbulosh masandaj atë turpin nëse do ishe rruar, por kur lutesh kur profetizon duhet të vesh mbulesën në kokë. Efesianët 4:12. Ai Mesia Jashua zbriti, po ai që është dhe u ngjit përmbi të gjithë qejtë, për të përmbushur të gjitha gjërat, profecitë që ishin thënë për të. Amaris. Dhe ai vetë dha apostuj, pleq, profetë pleq, ungjilltarë, pleq, barinj dhe mësues që ishin burra. Ti mund të shkosh të ungjillizosh, po jo të drejtosh, jo të hapësh ndërtesa siç keni bërë juve. Për ju gra. Se është dhënë, masandaj, siç e pam pak më përpara, haprazi, e është dhënë burrave. Sa këto në çdo qytet, pleq që janë të thirrur nga fryma e shenjtë, që janë kujdestare për kishën e Zotit Jahwe, që Mesia Jeshua fitoi me gjakun e tij. Fryma e shenjtë vendos kujdestare që janë pleq. Frymat e rebelimit demonike vendosin tituj nga vetja. Dhe prishet çrregulli masandaj. Në çdo qytet të caktosh pleq, bashkëshorti një grua të vetme. Dhe ky ishte çfarë? Besimi I përbashkët, ishte besimi I shëndoshët, a thotë masandaj para Timoteut 1, me një mendje të shëndoshë, me zemër të pastër, ndërgjegjen e pastër, jo besim të shtirur, me ligjin e mirë që ngrihet kundra palishmërisë dhe gjithashtu kundra çdo gjë që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë. Për lajmin e mirë të mbretërisë që na është besuar dhe është besuar pleqve. Ja ku ke doktrinë shëndoshë që pleqtë në shtëpinë e Zotit Jahwe në kishë janë ata që administrojnë dhe drejtojnë dhe kanë autoritetin, masandaj, prej Mesias Jashuas. Dhe ju jeni thot trupi I Mesias? Dhe gjymtyrët e tij veç e veç.
Po, jemi gjymtyrët e tij veç e veç, duhet të hyjmë në beslidhje fillimisht një. Prandaj. Dhe Zoti Jahue i vuri disa në kishë, së pari apostujt, së dyti profetë, së treti mësues. Pastaj janë dhuntitë përkatëse që fryma e shenjtë jep, se zotat sepse ka parë që ti e penduar nga shkelit e ligjit, pendimi biblik, dhe hyn në beslidhje mazandaj me besimin tek Mesia Jashua, që ai që nuk anullovi ligjin, se pak më përpara duhet të pendohej nga shkelit e ligjit. Dhe merr dhuratën e frymës shenjtë, që fryma e shenjtë mazandaj jep dhuntitë atyre që janë për të drejtuar, që janë në pleq, dhe dhuntitë masandaj më vonë, që para Korintasve 14, ka veprat e fuqishme, dhuntitë e shërimit, apo profesinë, fjalën e njohurisë, fjalën e urtësisë, interpretimin, ndihmën, përqeverisjes, larmive të gjuhëve. Por së pari vendosi apostujt dhe profetët, masandaj mësues që janë barinj mësues dhe ungjilltarë. Që këta janë në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe janë apostujt masandaj, që ishin kura të 12 që ai caktovi, që kishin masandaj themelin e mbjelljes së kishës, dhe një profet bashkëpunon me një apostull për çapsati flet dhe profetëve, dhe masandaj mund të flasë një ungjilltari dhe një pastori që ka urdhrimet e ligjit, dhe bashkëpunojnë masandaj për drejtim. Mesia Jashua i thiri të 12, i caktoi ata 12 apostujt, ura, që të rinin fillimisht me te. Dhe kur të mbaronte masandaj skanimi dhe kalonte testin se cili prej tyre, atëre që mund t'i dërgonte të predikonin dhe jepte pushtet masandaj për shërim, për çlirim. Luka 8, dhe ndodhi pas kësaj që ai Jashua shkonte në për qytete dhe në për fshatra duke predikuar dhe shpallur lajmin e mirë të mbretërisë. Marku 1:15, pendoni nga shkelit e ligjit. Ja ku jam unë Mesia. Besoni që unë do të rinjall atë ditë, sepse ishte profetizuar dhe ata po e prisnin Mesia në atë kohë. Dhe me te ishin të 12 apostujt dhe disa gra. Këto gra çfarë bënin? Në radhë parë ishin shëruar nga frymërat, jo nga shpirtrat, përkthime, nga frymërat e këqija dhe nga sëmundjet. Miriam, e quajtur Magdalene, të cilë kishte dëbuar 7 demona, Joana, gruaja e Kuzës, administrorit të Herodit, Suzana dhe shumë të tjera që çfarë bënin, të cilat të ndihmonin me pasuritë e tyre ke Mesia Jashuan dhe apostujt. Po fillimisht Mesia në këtë rast që ai shkonte në çdo qytet dhe fshatra për të predikuar lajmin e mirë të mbretërisë, dhe ishin çfarë? Ishin gratë, siç pamë, të cilat e ndihmonin me pasuritë e tyre, nuk kishin ndonjë titull gratë në Mesian Jashua në Krishtin e Biblës. Dhe në shërbesën e ndihmesës që doli masandaj biseda për neglizhimin e të vejave dhe të varfëve në veprat 6, gjende u zgjodhën burra. Atëre të 12, mbasi mblodhën numrin e të madh të dishepujve, thanë: nuk është mirë që të lejmë fjalën e Elohim për të shërbyer tryezave. Fjalën ke predikimin e lajmit të mirë të mbretërisë, rishikullëzimin me anë të ligjit që ata bënin çdo sabat në sinagogë fillimisht, pastaj në për shtëpira, sepse u përndoqën nga romakët dhe gjithashtu nga judejnë të farisejnë. Prandaj tha vëllezër, tha Pietri, kërkoni midis ju 7 burra, tha, që të jenë të mbushur me frymën e shenjtë, me urtësi, të cilët do t'ia besojnë këtë detyrë, dhe se neve do vazhdojmë të kushtohemi lutjes dhe shërbesës së fjalës. Dhe ky propozim u pëlqevi të gjithë dishepujve dhe zgjodhën Stefanin, 7 burrat masandaj, që ishin plot besim dhe frymën e shenjtë, Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timotion, thon Paramendin dhe Nikolas ishte këtu, dhe Stefanos se quheshin. Dhe ishin burra që vunduart dhe masandaj vazhdoan shërbesën e tyre, këta që beshe fjalë për neglizhimin e të vejave greke që ishin atë kohë, u zgjodhën 7 burra. Kjo fjalë e sigurt, në qoftë se dikush dëshiron zyrën e
Peshkopit, të mbikëqyrësit, të vëzhguesit në kishë dëshiron një punë të mirë. Peshkopi du t'jetë pa të mejtë, një burri, një grua të vetme, të që përmendëm pak më përpara. Dhe këta nuk du t'jenë këta po këthyre në besim që të mos u rritet mendja, të mos pjene në gabimin e djallit. Gabimi i djallit çfarë është? Krenaria, masandaj shkile e ligjit, anullimin masandaj dhe palishmëria që ndodh sot me jo vetëm me të rinjtë, po edhe me të rriturit. Dhe këta grup personash që janë në kishën e integritetin e shembullit të Mesias Jashuas dhe apostujve, këta do të jenë me një dëshmi të mirë, ndër të jashtme, dëshmia e mirë, kur ecën udhërimet e ligjit, ke një dëshmi të mirë. Dhe masandaj ndaj atyre që kanë të njëjtën frymë e shenjtë, që mbajnë urdhrimet e ligjit, ke një dëshmi të mirë. Por fryma e rebelimit nuk do që të mbahet urdhrimet e ligjit, dhe nuk do t'japin një dëshmi të mirë, do të akuzojnë me pak fjalë. Do të shajnë dhe masandaj janë njerëz që kanë rënë thotë në lakun e djallit. Laku i djallit shkel e ligjin, je në lakun e djallit. Dhjakët në një të gjë, t'jenë pa të meta, pa njolla, prap, burra, që të ishin çfarë, të silleshin në mënyrë të moralit të shëndoshëm në shtëpinë e Zotit Jahve të Elohim, që kisha Elohimit të gjallë, thot shtylla dhe mbështetja e së vërtetës thot është vendosur midis kësaj strukture. Apostulli Shaul thot pali thirrur apostulli Jashua Mesias me anë të vullnetit të Elohim dhe vëllait Sostenen, kishës e Elohim që është në Korint. Vëllai ishte burrë që drejtonte kishën në shtëpinë e tij. Konteksti masandaj i duhur që kishte të bente ne para Korintasve 14, kishte të bente me gjykimin e çdo profecie që po pretendonin që këto gra po flisnin në Korintas dhe po beshe rëmujë. Flisnin të tëra në të njëjtën kohë, nuk gjykoheshe a ishte fjala apo jo, sepse ishte rëmujë në atë moment. Flasin të tërë në një të kohë dhe anti donte rregull dhe do rregull. Dhe këtu ishte konteksti i duhur, jo sepse gratë duhet të heqnin mos flasin në kishë, një motër duhet të dalë të dëshmojë çfarati ka bere. Një motër mund të profetizojë si bijat e Filipit. Ka frymën në këtë rast dhe dhuntinë e profecisë që mund të profetizojë nën influencën e frymës të shenjtë për drejtim, për inkurajim, për qortim, dhe masandaj gjykohet nga pleqët e kishës dhe gjykohet gjithashtu nga profetesha që mund të jetë atyja, që është nështruar masandaj zyrës së apostujve apo profetëve apo mësuesve që janë burra. Fryma thot që në fillim e profetëve u nështrohet profetëve. Dhe Zoti nuk është Zot trazimi. Okej, shumë po trazoheshin atë ditë, në ato kohë, sepse po flisnin të njëjtën kohë. Prandaj apostulli thotë, gruaja tuaja le të heqin thotë në kishë, sepse nuk i lejohet të flasin në këtë mënyrë, por duhet të nështrohet si thotë dhe ligji. Dhe e pak më përpara që të nështrohesh burrave, Efesianët 5 flet një njëjtin gjë. Që në qoftë se do profetizonin, po mund të profetizonin, por masandaj kishte një rregull. Por ishin të rast kishte një frymë rebelimi në këtë moment që nuk po i nështrohesin strukturës së kishës së vërtetë, që kishin urdhrimet e ligjit, kishin integritetin për të mos mëkatuar siç apostujt kishin, besimin tek Mesia Jashua i Izraelit, jo i katolik ortodoksi. Kjo kishë ishte e themeluar, kjo asamble ishte e themeluar dhe po ngriheshin në këtë rast, po ndërtoheshe, por kishin dinamikat e tyre. Në qoftë se duan të mësojnë ndonjë gjë këto gra që po flisnin masandaj në mënyrë pa rregull, thotë le të pyesin burrat e tyre në shtëpi, thotë, sepse është e turshme për gratë të flasin thotë në kishë në atë mënyrë. Dhe këtu konteksti ishte që po flisnin masandaj jo vetëm punë e profetizimit, ishte varet çfarë nuk ndalonin së foluri. Dhe kur një grua nuk ndalon së foluri masandaj është diçka që nuk shkon. Prandaj pam pak më përpara në titi 2 që të jenë fjalë pakta, tha. Të jenë fjalë pakta. Dhe apostulli thot, për ju s'doli fjala e Zotit Jahve, thot? Për të mësuar, dhe këtu po ndodhet çfarë? E kse fjalën për të mësuar, po këto po mësonin gjithashtu. Ja ku ke, nëse duan të mësojnë ndonjë gjë, le të pyesin
burrat në këtë rast, në shtëpitë e tyre. Prej jush doli fjala thot? Apo vetëm tek ju arriti thot? Në qoftë se dikush mendon se është profet apo frymëror, le të njohë që këto që po shkruaj janë urdhërime të Zotit Yahweh. Dhe në Mesia Yeshua ka folur disa urdhërime, masandaj edhe këto ishin, si thua, imunicioni që jepte Mesia Yeshua nëpërmjet apostujve. Dhe këtu ishin disa gjëra që po ndodhin që apostujt arriti për të thënë që po thoshte që nuk duhen bërë disa gjëra, nuk duhen masandaj abuzuar me strukturën, se ta tha që në fillim frymat e profetëve duhet të nështrohen profetëve. Kurse këto po flisnin në mënyrë pa rregull, dhe masandaj apostujt thotë le të heshin thotë. Në qoftë se duan të mësojnë në një gjë, le ta mësojnë prej burrave. Nuk e lejoj gruan që të mësoj as të përdori pushtetin mbi burrin. Dhe kjo po ndodhte, po përdorim pushtetin mbi kryesinë drejtuesit të plejsh të kishës në Korintas. Të njëjtin gjë i këshillon dhe Timotios, ishte grek, me baba grek, me grua, me nenën që ishte hebre. Nuk e lejoj gruan që të mësojë, as të përdori pushtet mbi burrin, por të rinë heshtje. Një grua nuk mëson një burrë. Ja dhen burrit të mësoj burra dhe gratë. Një motër mund të këshillojë për aspektin që kjo po ndodh, unë e shikoj dhe nuk merr titull aq më tepër. Sepse thot, kush u gënjua i pari thot. Nuk u gënjua Adami, por gruaja ra në shkelje thot. Dhe mos bini në shkelje thot, sepse është çfarë tha që ligji ka thënë që ju duhet të nënshtroheni thot. Ta tha që në fillim burrave tuaj që janë në besim në Mesia Yeshuan kanë urdhrimet e ligjit. Dhe ajo është martesa biblike, urdhrimet e ligjit dhe besim tek Mesia Yeshua i Izraelit. Atë konsideron ati martesa, atë konsiderovi vetë Mesia Yeshua. Masandaj citovi ligjin e për 34 për çështjen e ngurtësimit të zemrave të çdo burri që po ndodhen atë kohë dhe citon ligjin e për 34. Nuk foli Mesia Yeshua kur ishte një jo besimtar. Apostulli Shaul tha, masandaj, në para Korintasve 7. Tha disa gjëra, tha, unë po i këshilloj, tha. Kurse Mesia foli për integritetin e një martese në urdhrimet e ligjit, besimin masandaj që kishin tek ati për sa i përkiste paraardhjes së tij. Koha do vijë që njerëzit nuk do durojnë ligjin e përsosur të Atit Yahweh, doktrinën e shëndoshëm, që përcakton integritetin, rregullin e kishë. Prandaj thoshte prediko fjalën, ngul këmbë me kohë pa kohë, kritiko, qorto, këshillo me çdo durim dhe doktrinë. Pastori Timotios, që kishte ligjin. Sa thotë që këtuja, që kishte ligjin, që shkrimi, që ai kishte mësuar që nga fëmiria, që e dinte që nga fëmiria, shkrimet e shenjta që është ligji, që mund të bëjnë të urtë, të ditur, thot, për shpëtimin me anë të besimit që është në Mesia Yeshua. Urdhrime thot e ligjit, do t'i mbash thot masandaj sepse besimin tënd që ti po e shpreh tek Mesia Yeshua. Dhe këto dy komponentë thot mund të bëjnë të urtë, besim dhe urdhrimet që ti mund të ringjallesh në Mesian Yeshua thot. Njerëzit nuk do të durojnë ligjin, siç e hati tha në Isaia 24. Që toka masandaj është ndotur, përdhosur për shkak të banorëve të saj që kanë shkelur ligjet dhe kanë ndryshuar statutin, beslidhjen e përjetshme, ligjin e tij. Dhe njerëzit shkojnë në mbas mësuesve të rrembë, gudisin leveshët, largojnë veshët e tyre nga vërteta dhe çojnë drejt prallave, drejt pozicioneve që Bibla nuk ka folur, që për burra dhe gra është e njëjta gjë, se kemi adresuar, kemi 550 e kaluar video për të njëjtat strukturën e ndërturën në kontekstin e duhur për të lajmëruar zemrat e popullit tonë, kudo që je në diaspora apo në Shqipëri, për pendimin nga shkelet e ligjit, besim tek Mesia Yeshua, për të marrë dhuratën e frymës shenjte, për të pagëzuar në ujë, ka ndodhur kjo gjë? Jo, sepse hapri parë nuk ka ndodhur, sepse kanë thënë ligji është hequr, si do nxjerrësh në pa mëkatin? Ku ligji është hequr.
Ndërkohë, tjetra bente që ky Krishti timi ka hequr këto ligjet e kohës, tani mund të fluturosh dhe je emazandaj i pa prekur nga procesi i plakjes dhe të gjërat e tilla. Ai. Rebelimi është si mëkati i magjisë. Dhe kryeneçia, krenaria është si paudhësia dhe idhujtaria. Osea 4:6. Njëjtën gjë. Çfarë të flasim? Osea 4:6, që përmendet nga shumë prej jush. Ndërkohë duhet të vazhdoni çik më tej, sepse konteksti për ju nuk ekziston. Vazhdimi i mazandaj tër kapitullit apo kush ishin këta profetë, çfarë integritet kishin, çfarë ishin mësuar, me çfarë po ecin në moralin shëndoshë. Populli i tij, Izraeli që kishte ligjin, nuk po e praktikonte dhe si rezultat vdiste për mungesën e njohurisë së ligjit, sepse duke refuzuar njohjen, masandaj thoshte unë do të refuzoj ty si prift, që ishin priftërinë të Levitikë, jo katolik ortodoks të vetë zgjedhur, po ishin izraelitë nga gjenealogjia e levitëve, dhe duke harruar kështu, duke qenë se ke harruar ligjin e Zotit tënd, po i thoshte popullit, atëre unë do të harroj, thotë, dhe bitë tu. Çfarë ka ndodhur në kombin tonë? Çfarë ka ndodhur që unë morëm këtë profeci, ja kjo vajza time, ky biri tim, do shkoj këtu, do bëj këtë, erdhi tjetri, vuri duar nga fryma e kundalinit, u manifestua dhe do jenë. Koma nuk ka pendim nga shkelit e ligjit, shikon frutat ku janë, veshjet imorale, çveshjet, lakurisitë, sepse është harruar ligji nga prindrit dhe fëmijët harrohen. Duke harruar ligjin e Zotit Jahwe, ti sot nuk është një gjë e pëlqyer përpara Atit, sepse harron Ati fëmijët tanë, sepse fëmijët tanë duhet të mësohen, instruktohen në urdhrimet e ligjit për të mos mëkatuar, gjë që Ati ka buqitur në ligjin për të 6, 10, 12 për veçimin dhe mësimin, që të mos mëkatojnë duke mos shkelur ligjin, duke mos harruar ligjin. Një gjeneratë thotë që unë do bekoj në generatë 3-4 për mira, thotë që masandaj do mbajnë urdhrimet e mia. E sodi 20 buqet për atë gjë. Do jap mëshirë, thotë, për mira që më duan dhe zbatojnë urdhrimet e ligjit tim. A është kjo në funksion në kombin tonë ata që citojnë emrin e Krishtit? Po. Sepse normal që ke atë ndarjen, nuk më duhet çfarë është përpara Mateut. Kam të Krishtin tim, edhe ai anullovi çdo gjë, edhe masandaj le t'i japim bija tona atëre. Ndaj shturjes i moralitetit, sepse nuk janë shkruar në dhjetën e re. Janë shkruar në ligjin. Që vendi të ndotet ashtu do të bëjmë. Atëre me që ligji është hequr, atëre shko me kafshën ti burrë dhe grua. Dhe që ligji e ndalon se atë gjë e neveritshme, degraduese, të ligji e dënon atë gjë, ligji i Zotit Jahwe, Tora, urdhrimet e tija. Sa gjëra bindet konscienca tonë, ne gjendje refuzojmë të vërtetën që ndodhet tuja. Dhe mos ndoshta në të ditë do gëzojmë jetën e përjetshme. Të bekuar janë ata që zbatojnë urdhrimet e ligjit, për të patur hyrjen, për të ngrënë nga druri i jetës, për të parë hyrjen në portat e qytetit, sepse jashtë çfarë ishin? Jashtë ishin qenjtë, magjistarët, idhujtarët, sepse kishin frymën e rebelimit. Fryma e rebelimit nuk do të zbatojë urdhrimet e ligjit, fjalën, festat biblike. Sepse është krenaria, është mendja mishore që nuk i nështrohet ligjit dhe je në palishmëri. Normal petejtë, po citonin urdhrimet e ligjit. Apostujt po ndërtonin me lajmin e mirë të mbretërisë, ne kombet që nuk dinim çfarë ishte ligji. Ne nuk dimin e prapë sot vazhdojmë të mbajmë qafën e fortë në krenarit tona, në mendje mishore tona dhe refuzojmë moralin e shëndoshë që një individ, një familje duhet të ketë në ligjin e përsosur të Atit Jahwe i përjetshëm. Duke qenë se ke hedhur poshtë, ke ligjin, ai të hedh poshtë ty dhe thot mazandaj për Shaulin që ishte mbreti atëre, para Davidit.
Të hedh poshtë dhe tyne. Të hedh poshtë. Hedh poshtë dhe fëmijët tanë kur harrojmë neve ligjin si prindër. Fëmijët tanë vuajnë. Se ati dënon pa drejtësinë e etërve mbi të tretën dhe të katërt gjenerate, kur prindi vazhdon të mbaj kokëforsinë ndaj ligjit të Atit Jahue. Ndërkohë thot, nështrohu ligjit të Zotit Jahue. Në Romakëve 8. Ta thot Jakobi ka, nështrohu Atit Jahue që të ngreje. Të bekoj dhe fëmijë, sepse fëmijë do bekohen duke mësuar urdhrimet e ligjit. Do vi koha që ai do jetë apo ajo do jetë në moshën 12, 13, 14 azem. Ndërkohë do t'ja ke shpjeguar që kur shkel ligjin në vendin tënd sekret, ku shkon rrëfena të mëkatin, do ta vesh në emër të Jashua Mesias. E di pse, sepse ai është ndërmjetësuesi i beslidhjes së re tani. Dhe mësandaj arrin në një moshë që ai person duhet çfarë të bëj? Të pagëzohet. Ajo fëmijë në moshën 13-14 nuk e ndalon asnjë gjë kur është instruktuar në urdhrimet e ligjit, sepse ka vazhduar ta mbajë frymën, zemrën e tij apo të saj në urdhrimet e ligjit, nuk e ka njollosur me mëkatin që bota bën, kelit e ligjit, palishmërinë. Sa do flas? Do të dëgjosh ti ligjin e Zotit Jahue? Apo do ta mbash akoma strukturën e të qenit rebel dhe si bi gënjeshtar? Që nuk do të dëgjosh ligjin e Zotit Jahue. Ndërkohë ti tha, shkruaje këtë mbi një rasë, shkruaj një libër që të mbetet për ditët e ardhshme, për gjithnjë, për jetën çfarë po bëjnë sot, sepse janë bi rebelë, thotë që nuk kanë ligjin tim, nuk duan të dëgjojnë ligjin tim. Ndërkohë strukturën në kishë ta tha apostulli, që përben ligjin, moralin, strukturën për të qenë panjolla pa të meta, që gratë thotë mos rebelohen, sepse edhe ligji thotë që ju do nënshtroni burrave. Shtypsit e popullit tim janë fëmijë, dhe gratës u ndojnë mbi te, po populli im ata të udhëheqin që çojnë në jashtë rruge dhe shkatërrojnë shtegun që ti përshkon. Fëmijët dhe gratë ishin përmbi burrat, sepse ati kishte të bente me drejtimin nëpërmjet burrave në popullin e Izraelit, që nga fillimi deri në fund do ta bëj me burrat. Që neve kemi nevojë për ju, motra në beslidhje në Mesian Jashuan. Një burrë ka nevojë për gruan e tij dhe gruaja ka nevojë për burrin e saj. Në beslidhje, në urdhrimet e ligjit, në beslidhje me Mesian Jashuan, e vërtetë, sepse vetë tha në Mateu 5 Mesia Jashua, që nuk erdha për të anulluar ligjin, mos mendoni, tha, mos mendoni, ndërkohë njerëzit vazhdojnë me njëna e fjala plerau. Ja, se ka u përmbush, ta se u përmbush u hoq. U përmbush u hoq? Mbretëria e qejve është u mbush, thot, është përpara teje. Mos nosha u hoq? Marku 1:15 u hoq? Kur Galatasve 4:4, kur koha u përmbush, në Roma, prapa njëjta fjalë. Kur koha përmbush, ati dërgoi birin e tij të nënshtruar ligjit. Koha u hoq. U hoq, nuk është me Mesia tani, sipas dikujt. Ndërkohë flet që në vargu 18, Mateu 5:18, që asnjë jotë, asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojë. Ndërkohë ka kaluar për mira në kombin tonë. Më thuaj një shërbesë që mban urdhrimet e ligjit. Mban festat biblike, te Levitiku 23, te Eksodi 12 që Mesia praktikoi për 31 vjet. Çfarë Mesia ndodhet sot në kombin tonë? Manipulimet e bishës së Romës. Ka dalë ndonjë vëlla, ndonjë motër për të thënë të njëjta gjëra në kombin tonë tani? Ne jemi strukur ndaj bishës së Romës, ndaj kënaqësive, ndaj qefeve, ndaj shqetësimeve. Kemi bërë idhujtari njerëzit, idhujtari fëmijët dhe gruan. Ke bërë idhujtari dhe masandaj punët, ato arritjet tënde. Sepse nuk je në beslidhje. Se kur vjen fryma e shenjtë, fuqia e frymës së shenjtë, një person masandaj sakrifikon çdo gjë dhe vendos për i tij Atin Jahue, birin e tij, urdhrimet e ligjit, përmbi çdo njeri, kushdo që të jetë ai përreth.
Nene, babë, fëmijë, apo gra. E tha Mesia, nuk e tha Mesia, po atë Mesia nuk e doni juve. Nuk e doni atë Mesian që... A i tha që... Ja ta shikojmë atë vargë, shikojmë. Nëse dikush vendosi prioritet, thot, nene, babën, vlla, motër, nuk kesh idenj për mua. Përse? Sepse zemra është për ta. Nuk kesh për mbretërinë, nuk kesh për lajmin e mirë të mbretërisë. Si tha Pietri, tha, ne kemi lënë gjithçka, tha. Dhe të kemi ndjekur ty. Ndërkohë Mesia e dinte, tha, po unë e di, tha. Dhe ju do të vendoseni, thot, në 12 fronet që do gjykoni 12 fiset e Izraelit, tha. Për 12 apostujt. Presim për atë mbetje. Për atë mbetje të veçuar në kombin tonë. Për ato po trokasim zemrat. I tham, çfarë të themi me? Dhe mund ta mbyllim me këtë varg. Qielli i ri, toka e re. Ka ndodhur gjë? Do të ndodhë që nga një muaj i ri në tjetrin, nga një sabat në tjetrin, çdo mish do të bjerë në gjunjë përpara meje, thotë Jahve. Sabatet e tia, festat e tia, në qiellin e ri, në tokën e re. Vetëm ky varg do të bëj ty të vraposh nga çdo lloj perceptimi dhe të marrësh Biblën, të hapësh që në fillim, dhe para se të hapësh që në fillim do të thuash mirë unë pas kam ecur në palishmëri, në paudhësi, dhe kështu çlirohesh nga frymërat në atë pendimin tënd. Dhe bashkohesh me kopeni që mban urdhrimet e ligjit dhe beson tek Mesia i Izraelit, jo katolik ortodoks, për të qenë ringjallur. Dhe fillon masandaj të hapësh që në fillim për të mësuar urdhrimet e tia që nuk janë të renda, nuk je prift tia, që ke shërbesën e priftit, urdhrimet që përkasin priftit, nuk je mbret, nuk kanë tokë të terë, nuk janë gratë të terë, po janë burra dhe të tjerë masandaj që ndahen urdhrimet. Nuk janë të vështira, nuk janë të renda, tregojnë dashurinë e vërtetë e para Gjonit 5:3. Mundohemi që të nxjerrim dikë nga palishmëria, nga vetvendosja, nga abuzimi dhe blasfemimi i fjalës së Atit Jahve, që ti pranvera dhe shumë të tjera duhet të pendoheni që thot në emër të Jashuas. Dhe mos dilni në ato vende të tilla se nuk të ka dhënë ty autoritet askush. Veç se frymërat e Kundalinit u kanë dhënë autoritet. Sepse qortimi po vjen për të mirën tuaj. Dhe kush pendohet nga shkelit e ligjit, beson tek Mesia Jashua, atëherë ai person fillon dishiplizohet dhe hedh tutje tradita pagane të njerëzve. Nëse kush ka vesh dëgjon për lavdi të tia. Haleluja. Lavdijemi të në të atin. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të ecin ato. Masimi yt është një llambë për këmbët e mia dritë, për shtegu